Unë po du mu pastru në dunja para se me shku në ahiret. Për punën e përgojimit, du mu pastru, si të pastruhem, si të shkaj dhe kur dal atje, unë dhe përgojuesi, jemi si morëmi njëri tjetëri diçka, jemi barabartë. Si t'ja bëjmë? Djetarët islam për që këtë qështje dhanë më shumë si një fjallë. Disa prej ty në kënë shku pak më strikt. Dhe thanë se ti ndash me shku që ti si përgojues dhe përgojuesi pa u kusurit pastaj në ditën e gjykimit, pa ti marrë të mirat e tua, se vapet e tua, ose me t'i dhona i mëkatet e ti ty, pa e bo këto, atë ti në thëna pështy durt, edhe shko të dera e ti, edhe shko të rëketin der, ose ta ka jenë rrugë, thë jo filani biri filanet. Kërkojnë ndjesë, ama ban halal se njëherë dhe njëherë dhe njëherë dhe njëherë unë të kam përgoju ty, kam folë keq për ty, po që më ashtroj shejtani? Se shejtani që të punë e ka, unë më ashtroj, ama ban halal. Kënë thonë djetarët një grupë, gjithë qysh dëhësh me shku mi kërku halalak, ndash me u kusurit që në ditën kur të dalësh para Allah, mos me pas probleme personin. Disa djetarët të tjerë thanë, pa e lehtësojna pak, thanë, nëse ke folë keq për një njeri, nëse ke folë keq e ke përgoju dhe nëherë ja ke në gjitë në të keqe sene, po nëherë ja ke shpërndat keqen e ti, thanë, edhe nëse nuk shkën me kërku falje të këdera e ti, atëherë thanë, ka një ullje qysh, thanë, gjdo me gjlis, gjdo nej, gjdo të bim, qka ti ke folë keq për ton, kur të takoheni me ton, thoi, hej, a ju kujto që pa ta folni he për ton, djalimir është aji. E ka këtë të mirë dhe këtë të mirë dhe këtë të mirë. Të keqen mos ja përmend, por ja përmend të mirat e ti. E para dhe e dyta thanë, kësër të bajsh do othu, o Zët, falu mu dhe filanin që ne kam përgoju. Falu mu dhe filanin që kam përgoju. Edhe kjo është kërkes këgja, por të pakten nuk po kërkohet gjithqysh me shku të dera. Dhe këta unë bështetë me një hadith, që ta pejgamberi alayhi salatu wasalam kafaratu man iqtabta an tastaghfira lah. Tha pejgamberi alayhi salam, falja për ty si përgojues në raport me atë që ke përgoju është me i kërku falje Allahut për ton. Por problemi sikur të ishte ky hadith i vërtet në rregull, por problematika se hadithi nuk është i vërtet, është i shpikur krejt. E nga që kjo, disa djetarë erdhen me një konkluzë dhe ndashta kjo është më e qëlluara. Cila është ajo? Thanë nëse ke folë ti kesh për një njeri, për një shok, për një vlla, për një musliman, për një hoqë, për një thirës, për një ke folë kesh, thanë atëherë, do të veprot kështu. Nëse ai që ti e ke përgoju, e din që ti e ke përgoju, para i hesht, e din që ti e ke përgoju, para i hesht, ishë në s'podi. Nëse ti e din se ai i përgojuari e din për përgojimin tënd, thanë prap duhesh me shku gjithqysh të dera e ti me kërku falje. A nëse se din, por ti ke përgoju, ke folë keq për ton, pra ai nuk e din, atëherë thanë që këtë rast mjafton vesh me përmend për mirë, në vendet ku ke përmend për keq, edhe me kërku falje Allahut Azza wa Jall, apo e vreni se sa e rond është me orë deri tek ajo barazimin mes teje si përgojuesi dhe përgojuesit dhe ati të përgojuarit. A përrin se sa e rond është me orë baraz që në ditën e gjykimit mos me ti marë ty se vapët qka je loti të falë, e të bo vepra të mira, e të do sadake të bo dhe të bo, a i me ti marë hazër pastaj veç pse ty të ka lëshu goja jotë në këtë bot edhe fletë për tonë.